Shuplakat që doa jep Fatihut do të dëgjohet edhe nga Sevilaj, ndihmësja e shtëpisë. Ashtu si doa, edhe Sevilaj arrin të dallojë xhelozinë e dukshme të Fatihut ndaj doas, edhe pse ai është i martuar. Me fëmijën me vete, Fatih deli acaruar që aty dhe i drejtohet shtëpisë së tij. Atje gjen edhe Abdullahun, të cilit do i shpëtojë nga goja një fakt me shumë rëndësi. Teksa përqafon besën e tij, Abdullah shprehet i lumtur që po e takon çdo ditë. Në qast, pembe e vëren dhe e pyet se ku i ka takuar më përpara, por Abdullahut i duhet ta fshehë faktin që e ka takuar me Alevin, ndaj dhe hesht. Ajo fjalë e pasuar me heshtje do të tërheqë shumë vëmendjen e pembes, e cila mbushet në dyshime. Sa kaq, në kompaninë e familjes së tyre do të shkojë për vizitë Çimeni. Çimeni e pret në hyrje me Tahani, i cili konsiderohet edhe shoku më i ngushtë i Çimenit. Të qeshurat mes tyre nuk kanë të ndalur dhe i shoqërojnë përgjatë gjithë korridorit deri tek zyra e këvëllxhëmit. Zoti Haluk që i dëgjon, acarohet ende më shumë. Tani më ai pandesë se kompania do të bjerë në një nivel të ulët, se do të mbushet nga shoqëria dhe të afërmit e këvëllxhëmit, dhe për këtë ngrej ankesë, por me kot. Ai nuk e lufton dot këvëllxhëmin, sepse ajo është të martuar me Omerin, bashkëpronarin e kompanisë. Paralelisht, një tjetër situatë ngjashme e pakëndshme po përjetohet në projektin ku është bashkuar Nursema me Rizgarin dhe kolegën e tyre. Në atë vend, Nursema si kërkohet ta shoqërojë kolegen jashtë projektit, sepse ajo nuk pranohet në mesin e tyre, për shkak se nuk është e veshur si Nursema. Ajo ja përcjell më një herë Rizgarit, i cili nuk e lë të ikë si rast, por e vërtet në mesin e të gjithëve. Rizgar merr mikrofonin dhe thot hapërazi se nuk do të bëj pjesë në një projekt që bën dallim tek femrat në bazë të veshjeve të tyre. Pas Rizgarit, largohet edhe Nursema dhe kolegja e tyre. Shumë larg ndodhet Doa. Tani më, ajo e ndjen të afrohet më shumë me Girajin, ndaj dhe darkon me të. Darkimi shkon për mrekulli. Ajo kënaqet shumë dhe pranon para tij se e mendon një të ardhmen së bashku. Teksa ajo darkon, ish bashkëshorti i saj që ende e xhelozon, do të debatojë shumë rënd me gruan e tij aktuale, Gorkemin. Gorkemi vjen vonë në shtëpi dhe bëhet shkak për debat mes saj dhe Fatihut. Mes të tjerash, Fatihu i thot se edhe xhaxhai i tij Omeri i ka sugjeruar që për të, divorci është e vetë një zgjidhje. Fjalët e tij jo vetëm e bën Gorkemin të humbastëruan, por ajo edhe nis të hamendësoj se Omeri dashuron atë dhe është bërë xhelos që ajo është martuar me Fatihun. E irrituar pafund, ajo telefonon Omerin fshehurazi dhe i kërkon që të takohen me njëherë të nesërmen.